Mbetet të shihet, ndoshta ja kërkon Sara. Një pyetje publike për Bardhin. Ose gratë lëshojnë pe, ma letë. është jetë për të diskutuar. Çka mendon Dënjeta, a ish martu Bardhin në kish? Po nuk po besoj se të e pas parasysh pak edhe me këshy rregullat e fesë dhe krejt këtu, Bardhit pak i kufizohet kjo lloj situata. Po që... Nuk është aq i hapur sa Sara, ndoshta. Po, ndoshta mbi gjitha, ndoshta për hir të Sarës diçka kish me bu një lloj sa i përket fesër. Shpresoj që edhe kyll shumë pe, pra mas një ka lëshua dhe Sara. Po, besoj. Edhe disha mu lidh me këto për muzikën, që veç e po në pyetje, po besoj që e Fero është fut se kemi pa që fakt Bardhi, po. Bardhi ka qenë që prekohës në fillim që është mirë prej fesë, edhe ka tregu që në fillim që është i bazuar prej fesë edhe nuk ka të bëj asgjë se ka shfaq as publik, është tira parë më duket që e kemi pa kështu tjetër. Nuk bën kësaj lëvizje. Vanessa, Dënjeta, ju falenderojmë shumë që erdhët dhe ndohet mendimet e juaja bashkë me ne dhe shikuesit tanë, kënaqësi pa në studio. Shumë faleminderit që ishit prezente, Dënjeta dhe ty faleminderit, është tjera parë që je në studion tonë, shpresoj që jenë ndje mirë dhe komentet tua na kanë bë qefin. Kështu që na sot po duhet me e përmbyll,